Përshëndetje, kemi këtu me bashkimin e datës 19. Data 19 janar 2026. Duke se është një ditë me kënde pozitive, një jashtë këndës midis Mërkurit dhe nga Bricaqi dhe Saturni nga Peshqit, ku do të thotë jep mundësi dhe rëndësi në atë që kanë ndodhur. Është një ditë e veçantë, është një ditë e rëndësishme, një ditë të mbar. Javë të mbar ju uroj. Ka për qenë e mbar sepse dje kishim një hënë të re që filloi viti, filloi muaji, filloi koha, filloi ndryshimi, filloi mundësia e shumë shqyqyrat e tjera sa natyre. Duket se mund të përdorni këtë ditë në këndet që kanë bëjnë në çështjet më organizative, rregullime profesionale dhe financiare, për marrëveshje dhe blerje dhe shitje, çështje studimi, diskutimi, serioze, negociata. Përfitojnë shumë Demi, Virgjëresha, Bricaqi, Akrepi, Peshqit me diellin ose ascendentet që ata kanë, sepse lidhet shumë me punën. Kjo ndodh në mëngjes nga ora 9 deri në orën 11, mos e lini pas dore. Pastaj kemi orën 12, nga ora 12 deri në orën 14. Ku një trekëndër që bën Mërkuri nga Bricaqi dhe Urani në Dem, duke sjell surpriza të këndshme, takime të papritura, mënyra nga më alternativet të menduarit dhe ndikimet të punës dhe jo vetëm të zgjidhjet të problemeve të mëdha. Përfitojnë Demi, Virgjëresha, Bricaqi, që janë në dhjetëqit të parë, kanë mundësi dhe rëndësi. Kjo ndodh nga ora 12 deri në orën 14. Mbas orës 14 kemi gjashtkëndshën e diellit që formohet nga Bricaqi me Neptunin tek Peshqit. Një ditë që favorizon një mbasdite mjaft të mirë, me angazhime veçanërisht me çështjet që kanë bëjnë me punën, me ëndrat dhe ëndrat do thotë një plan që keni, hedhja në letër të gjërave të mëdha, që do thotë ekonomia, do thotë stabilizimi, do thotë çfarë duhet, çfarë më duhet. Shenjat që përfitojnë janë gaforret, akrepët, peshqit, Demi, Virgjëresha, Bricaqi dhe ndikimet më të mëdha që kanë të bëjnë gjithashtu që lidhet shumë me një çështje madhore, por kjo do thotë që zgjidhet një problem i pasgjishëm përpara, që do thotë me ndikimet më të mira, një çështje gjyqësore shtyhet, është mirë për juve sepse ka të bëjë me takime, ka të bëjë me vendime shumë të rëndësishme dhe është koha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm për qenë edhe do thotë që është ëndër për qenë realitet dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi në atë çka juve doni të bëni, nga ajo çka ju do të keni dhe të realizoni. Prandaj, ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim, sepse me sa duket juve i keni të gjitha mundësitë për t'ja arritur qëllimin tuaj. Edhe pse njerëzit mund të flasin çfarë të duan, por juve e jeni aty për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Tani, pa humbur kohë, para se të fillojmë bashkimin e kësaj dite